mëngjes. S'pas ka asgjë të hajrit për më pa. Mbarova edhe kokoshkat. Rë kategori. Mirë ki. Edhe sa herë do hop kohë kërkoj diçka për më pa se di. Nuk u mbusha mend. Ika. A e ke parasysh atë ndjenjen e qefit kur e shes se aktori, regjisori preferum po del me një film të ri. Mezi pret vjet data. Nxiton në kinema gjithë entuziazëm dhe në skenën e tretë ndonjëherë edhe më herët thua do t'ja argjokam 2 orë të mira kote dhe kësaj radhe dhe del pa asnjë përshtypje. Bile i nervozum se ta kanë ofendu inteligjencën. Kjo është kinematografia moderne, e investuar në pamje, por copa në skenar, sikur me qëllim janë bë që t'i zgjojnë vetëm emocionet e këqija. Ose unë jam nostalgjike për ato filmat e para viteve 2000. Asa botë e bukur ishte. Çfarë problemi ka sot kinemaja shqiptare që nuk po arrin të krijojë filma me ndikim ndërkombëtar? Nëse se mbeta pa e zgjedh filmin, ta thiri Ibron, ai me siguri ma propozon një të mirë. Unë jam Teuta, ky është Troç. Krit e thiren Ibron, e thira edhe una me fol Troç për filmat. I vërdarë sot bashk, faleminderit shumë që ke pranu. Faleminderit shumë për ftesën, më shumë kënaqësi erdha sot të flasim për filmat. Ashtu më tha edhe në ftesë kur ta bona kështu në telefon që kisha ardhur me gjithë qef me fol çka dush për filma. Kështu që, gati? Jam gati, po. Se tha që pak je përmbledh edhe po fol tash me kujdes. Ma me kujdes se më herët për filma. Ama hiqe atë bagazh, po? Ndoshta me qenë shumë i sinqert është rrezik tek ne. Do mundohemi, po nuk e di sa deri në cilin nivel të sinqeritetit. Do të lexojmë mes rreshtave, edhe do nënkuptojmë. Mirë, Ibër, ti ke bo shumë buj të mirë kohës fundit me Krejt e thirrin Rexhën, një film që shkoi ka mos dhe për festivale, edhe mbohet shumë qefi që dëgjohet emri jot në për festivale, edhe që po arriti kaq shumë sukses, edhe ta lexova një status që më pëlqej shumë. Ose e pash një video, së më kujtohet, nëse është mendimi jot, që ti e llogarit sukses shikusin, nëse një film, një produkt artistik arrin deri te shikuesi edhe bëhet i famshëm dhe i dashur për shikuesit, atëherë suksesi është i kompletuar. Jo te paret, edhe këto anët tjera që ndoshta shumica i kanë si kryesore. Ti, do me thonë, ke arrit sukses me Rexhën dhe je super i kënaqur? Po, me të vërtetë si filmi i parë që e kam bërë këtu në Maqedoni, dhe kjo shëtitje ka qenë edhe në festivale, por edhe një shëtitje veçantë që është bërë në diasporën ku janë shqiptarët, do të thotë me shfaqje në të gjitha qytetet e ndryshme dhe po vazhdon akoma. Komunikimi me publikun, në fundja për atë bëhet filmi. Unë nuk di prej kur ka lind filmi deri sot, çdo herë ka qenë qëllimi i filmit të shfaqet tek publiku. Dhe momentin që publiku identifikohet me ndonjë personazh apo me ngjarjen, kjo është suksesi i filmit. Për mua çdo film i imi që pëlqejet ose pranohet tek publiku, unë mendoj se kam kryer punën time, dashurinë time për kineman, që të komunikoj me publikun. Për ndryshe nuk di tjetër formulë ose si ta quaj ndryshe se çfarë është një film ose çfarë quhet një film i suksesshëm. Po kështu botërisht e din kur i qesin ato llogarit. Ma shumë është atje financat. Sa kanë harxhu për ta realizuar dhe pastaj sa kanë fitu. Filmi nuk është industri, tek ne që ne të fitojmë nga filmi. Ne finansohemi nga qendra e filmit këtu, dhe nuk kemi biznesmen që investojnë tek filmi. Filmi, biznes ose industria është vetëm në Hollywood. Ata i krijojnë gjithë ato buxhete të mëdha, fitime të mëdha, pastaj ide janë ata yjet që shesin filmin. Ne këtu akoma trajtojmë filmin si ndihmë financiare, të themi, nga shteti, të japin një mundësi
Dhe ajo mundësi që na jepet, me të vërtetë duhet të bëjmë gjithçka. Do të thotë nuk mund ta pranojmë kur fitojmë një film si të shkurt ose të gjatë, si diçka të testojmë veten. Ajo është mundësia e vetme, parë dhe fundit, ndoshta që ne duhet ta dëshmojmë se me të vërtetë e duam këtë punë dhe është si mision, do thotë këtu bie ajo dashuria se unë e dua filmin. Nuk intereson askujt që të e don filmin, ti duhet ta bësh filmin për publikun dhe ta realizosh formën më të mirë të mundshme. Dhe ato të holla, ai buxhet që ndahet nga shteti, i cili krijohet nga tatim paguesit të shtetit, qytetarëve, do thotë është një barë shumë e madhe për çdo regjisor dhe kemi obligim të madh ne ta realizojmë një film të mirë që të mund ta shëtisim në vendin tonë. Të përfaqësosh sigurisht dhe të vendin të arsyetosh parën. Publiku kudo që jemi në qytetet e tona duhet ta shikoj filmin. Nuk mund të mbyllet filmi në zyrtar, që shumë filma janë bërë ndoshta edhe më herët edhe vazhdojnë të bëhen. Kjo është një krem, mendoj. Unë mendoj se çfarë do filmi ke bërë, të mirë apo jo të mirë, prap duhet t'ja bësh punën deri në fund me marketingun, me promovimin e filmit, që të shihet tek publiku. Patjetër. Po fillum me thënë që përgjigjen e kësaj pyetje tash që më vjen mend, po do të thomi në vazhdim. Pse nuk arrin ndoshta filmi shqiptar në trojet tona, edhe Shqipëri, Kosovë, marrë, Okej, Maqedonia besoj që është pak nivel ma tullet, pse nuk arrin të depërtojë në skena ndërkombëtare? Shumë pak është bërë edhe si trend se duhet filmi shqiptar të udhtojë çdo vit në Oscar. Krejt bota do të thotë nuk është vetëm filmi shqiptar. Ne kemi filma në gjithë botën që nuk arrin asnjëherë të bëjnë një nominim në Oscar ose në festivalet të mëdha të kategorisë A. Kosova ka hiç shumë mirë. Gjithashtu edhe Maqedonia, filmi maqedon ka arrit të shkon do të thotë deri në Sundance dhe nominime për Oscar. Filmi shqiptar në Maqedoni shumë vonë ka filluar të financohet dhe të mbështetet si film, dhe shumë vonë kanë filluar të dalin për shembull regjisorë që mirë të studiojnë regjinë e filmit, skenarist, ekip e filmit. Arsyeja tash pse besoj se duhet kohë. Dhe ne duhet të mbështetet pak më shumë. Unë mendoj se është bërë një dam i madh e thom këtë gjenerata e zhdukur e regjisorëve të rinj, do thotë mungon ajo gjenerat, se ishte një gjenerat në fillim që ishme ne ndoshta nga të parët me pasion që duhet të bëjmë filma, pastaj filloi shteti të financon filma, por nuk fitonin çdo herë regjisorët ata që duan, po fitonin dikush që i kishte mundësitë ose fuqi pak më të madhe politike, dhe gjenerata që është dash të financohet, të mbështetet, ata vetëm e fituan një dëshpërim të madh se nuk fitojnë filmat ashtu si duhen, dhe ra në dëshpërim. Gjenerata e re është dëshpërim, shumica i lajnë shkollat, shumica nuk studiojnë më regji filmi, ose nuk studiojnë aktrim, se nuk e shohin si një profesion që sjell fitim tek ne. Por numri i filmave, kjo si e tha si fillim, nuk duhet të kemi një trend se duhet të ndërkombëtarisht të shkojmë gjithkund. Nuk është një sukses i prerë ajo se nëse nuk shkove zbon. Filmi i mirë mjafton të pranohet tek ne. Se ne, kur i bëjmë filmat në Maqedoni ose Kosovë, Shqipëri, ne i bëjmë për publikun këtu. Se ai financim krijohet nga ky buxhet. Dhe suksesi është të shfaqet filmi të pranohet në vendin tonë. Pastaj, nëse ecë jashtë shtetit tonë, janë rrugë tjera, ato janë distributorë të mëdhenj, është një politikë tjetër që filmi të bëhet më universal, për shkak të pranohet në shtete të tjera, por nuk do të thotë domosdoshmërisht se ne duhet të pranohemi në Oscar e mos të pëlqejemi me njëjtin film në vendin tonë. Shife se Oscar merr tash çfarë do lloj filmi, a? Të kujtohet Best Picture vjet? Cili isha? As nuk ja di emrin, ama ishte një film o zoti i madh. Se di pse quhet film. Vetëm pa kush fitoi Oscar për këtë vit e ke fjalën. Se vitin e kaluar ka qenë Anora. Ai film. Ai film. Për mua ishte film, mua më ka pëlqyer shumë filmi, se flet për një temë shumë të veçantë. Çfarë temë? Jo, okay. Është regjisori shumë i mirë dhe ai për herë të parë paraqet këtë pjesën më humane të punëtorëve të seksit, që të cilët e ka hequr atë stereotipin që kanë pasur çdo herë nëpër filma të tjerë, dhe është regjisor shumë i mirë. Mirë kjo pjesa, po realizimi, po aktrimi,
po skenari, po krejt kaosit e filmi, përsëritjet e fjalimeve të rolit kryesor që gjithashtu e mor best Aktoria më mirë. aktoria më mirë. Po shiko, nëse flasim për filmin do do mbesim shumë duke folur për këtë film. Okay. Unë mendoj se jo çdo herë duhet të në Oscar se çdo herë shkojnë filmat që janë vetëm më të mirë. Ndonjëherë janë filmat që kanë ndikim në shoqëri. Edhe ndikim politik, edhe prandaj ajo ndamja e çmimeve ndonjëherë është politike në Oscars, që është në rregull. Prapse tek publiku janë të rëndësishëm ato filma që i mbesin do të thotë kohë të gjatë. Ne kur flasim për një film, ta morim shembull Gladiatorin. Besoj se akoma e dinë njerëzit edhe sot nëse shikojnë do ta pëlqejnë. Se është film që i ka luaj, ka mbetu gjitha kohërave. Dhe ndonjë film që ka fituar Oscar është harruar total. Nuk po më kujtohet këtë vit cili film fitoi Oscar edhe pse e kam shikuar. Do të Gjithashtu. Kjo puna e çmimeve, prandaj kam thënë edhe se nuk duhet të fokusohemi shumë tek çmimet, se kur fokusohemi tek çmimet provojmë të bëjmë film për festivale dhe për çmime dhe harrojmë këtë storyn origjinale ne që e kemi në vendin tonë. Okej. Ti tha që kanë njëherë fitojnë Oscar edhe filmat që kanë ndikim politik ose kështu. E tash të ne fitojnë më shumë ndoshta financa ose projekte ata që e kanë në dorë pushtetin. E thamë edhe më herët ndoshta pak e përmend. A mendon ti që është kështu që ekziston një mafia e jemi në Ballkan. në thojza? Ne edhe në vendet tona nuk di saktë si të përgjigjem. Do të thotë ka komisione, ka lexues, janë nëse është shumë lehtë më vërtetu kjo që po thu. Po. Se shumë lehtë mund të kërkohet nga komisioni se e ka vlerësuar filmin. Shumë lehtë mund të kërkohet nga lexuesit se e kanë vlerësuar filmin. Dhe shumë më lehtë pastaj, ai film që është financuar nga qendra dhe nuk shfaqet asnjëherë, ose ka dalë film shumë mediokër, do të mund të kuptoj se ai film ka qenë ndoshta me ndonjë lidhje politike. Dhe filmat të tjerë që kanë sukses, besoj se kanë fituar me merit. E tash, jo çdo herë edhe mund të vlerësohen filmat mirë. Cili është një shembull? Mundesh më na thënë që ke pa dhe ke thënë waste of money të shtetit? Nuk mundem të përmend filmin, mendoj se është shumë e thjeshtë. Sa premiera i ka pas ai film? Por shumë nëse kam bërë një premier të mbyllur dhe nuk e ke parë filmin, mendoj se është shumë e qartë se ai film nuk ka pas merita pse ka fituar. Dhe ne kemi plot filma të tillë, do të thotë me një premier të mbyllur dhe përfundojnë atë. E çdo vit financojnë filma, çdo vit nuk do të thotë se ka filma shumë që financojnë, janë pak, buxheti është i vogël, do të thotë nuk do të thotë se kemi shumë filma, po s'paku filma dokumentar, filma metrazhe të shkurtër, dhe çdo film mjafton s'paku të ketë një premier të hapur dhe të shëtitet nëpër qytetet e tona kudo që ka një kinema ose një festival. Mendoj se përgjigjja është shumë e lehtë. Ju mjafton të futeni në atë faqen dhe të shikoni ku kanë ngjitur filmat ose sa i njeh publiku në ato filma. Ndarja. Po, ndarja është shumë e thjeshtë. I kemi prej të filmat shqiptar se ti e ke bo tantet edhe e ke bo me shumë sukses. Do shkojmë tani te kinematografia globale ose botërore, që me thonë. Për mendimin tem, ka rënë negativisht shumë. Cilësia, tash kam ndryshu unë. Nuk e di, besoj që do m'japish të drejtë se radhe. Kur e ke ndjet ti që po shkojmë mas, ose që cilësia po hup, në çfarë kohë, në çfarë momenti, atë kujtohet? Unë nuk mendoj se jemi në ramje të cilësisë, do të thotë kemi shumë filma të mirë, dhe zhvillimi i teknologjisë na ka dhënë shumë mundësi me bëj filmat sot edhe më kualitativ në gjitha aspektet. Por një problem është sot se, për shembull, më herët e kemi pasur kineman dhe vetëm në kinema janë shikuar filmat. Dhe ka qenë një ritual, një eksperiencë kur e ke ble një bilet nga Kumanova, Tetova, ka në Shkup se vetëm shkupim në kinema. Ta shikosh filmin, do të thotë një eksperiencë e veçantë i ke besuar atij filmi. Edhe kur shkon aty do shprohesh fare që më ndodh shumë shpesh. Po, sot besoj se po se prodhimi është shumë i lirë sot dhe ka shumë filma, shumë produkte dhe shumë projekte ndoshta komerciale dhe fokusi është tek ata filma. Sigurisht që ka shumë filma jo të mirë ose dëshpërues, por kemi edhe shumë filma të mirë. Vetëm sot problemi është se duhet të dish si ta zgjedhësh një film të mirë. Të lutem, trego. Po duhet ta shikosh
skenaristin, regjisorin, aktorët kryesorë, produksionit që prodhon. Për shembull, është një produksion i filmit një kompani A24 thirrët, ata prodhojnë filma shumë autor. Dhe janë filma shumë të mirë, të veçantë, dhe original, me ide originale. Pastaj i kena këto filmat me Marvel Studio, DC, që janë me filmat me superheroj, edhe kjo është një trend, epokë që i ka kriju fansat e vet. Prodhimi i madh ose platformat që po na shfaqen gjatë tërë kohës ku shikojnë filmat në telefon, Netflix, në pirateri, këto faqe të pirateri. Dhe kjo e ka humbë ndoshta përjetimin e eksperiencës. Unë e mbaj në mend, më herët ne kemi shikuar në televizion në sa ora do të luaj Titaniku për shembull, dhe kemi pritur me ditë atë kohë kur do të shfaqet Titaniku dhe ajo pritja ta ka dhënë një kënaqësi të madhe se ti po shikon diçka magjike. A thua? Definitivisht, se ti sot kemi shumë zgjidhje, sikur lloji ushqimit. Ne sot nuk e dim shijen e ushqimit se shumë konsumojmë ushqime të ndryshme. Më herët ndoshta ka qenë pica margarita, edhe e ke ditë. Amo me këshir Titanikun prap sot? Nuk është e njëjta kënaqësi, nuk është vetëm një nostalgjia ndoshta. Nuk besoj është. Ama nuk është ashtu stupid si një film mediocre, a di që i kena me shumic tani. Mundesh me pa, mundesh me kënaq, përsëri ngjall emocion. Është e njëjta sikur nuk të ofendon në inteligjencë, a di? Po, por ti e ajo që e vendos cilin film ta shikosh. Njëjtën sikur me librin. Ne kemi sot shumë libra të autorëve të ndryshëm. Ndoshta edhe sot shkruajnë përmes ChatGPT-s një libër të ri dhe e promovojnë, por ne prap duhet të dimë vlerësimin e një filmi, që ka një film i mirë, një shfaqje e mirë, ose një libër i mirë. Edhe muzika gjithashtu. Jemi në kohën e over të kësaj prodhimit të industrisë, si në filma, si në muzikë, dhe me të vërtetë është e vështirë të përcaktohemi për çka është vlerë. Ti e flet me shumë lehtësi, pasi je në atë industri dhe e njeh shumë mirë ndoshta këtë ndarjen, kufinin, edhe din si ti zgjedhish produktet e mira dhe çfarë të shofish ose ku të mësojsh, se normalisht apo edhe duke pa mëson njëri. Sigurisht po. Edhe në nivelin që je ti, po tash do me thonë kjo e bie që unë jam nostalgjike. Unë mendoj që filmat para viteve 2000, aty mu me vnuni. Po. Atë që ta pyetjen kur e ke ndje që ka ndodh kjo rënja për mua vitet 2000, për menimin tem, para 2000, unë edhe 2010 nështë del diçka. Po, nga ndalja e Netflixit e platformave online ka fillu, domethënë një ramje. Se ti shikon, e din se sot gjenerata re shikojnë serial në telefon. Po, okay. Edhe tash kjo humb për mua nuk shikohet në telefon, se humb komplet emocionin, nuk i sheh emocionet e aktorit, skenën, ndryshe kur e shikon në kinema. Unë vazhdoj të shikoj filmat e mirë që vinë në kinema. Okej, po, si përjetim. Po shie, filmat e vjetër, filmat e vjetër e kishin një ndjenjë që ta jepshin një emocion natyrshëm, nuk e di, edhe muzika, edhe ngjyrat, edhe mënyra se si u realizojshin. Jeta ka qenë më e thjeshtë dhe nuk kemi pas si ta humbim kohën tjetër kohën, dhe filmi do të gjitha ajo energji që s'kemi pas ku ta harxojmë, e kemi kalu në film. Sot TikToku ka zavendësu filmin, ku shikon short clips, YouTube njëjtë, dhe filmi është për momentin i rrezikum nga shumë armiq, ndoshta koha më e vështirë ku filmi po mbijeton kësaj krizës. Tash po konkuron filmi me platformat që me mbietu, se unë shpesh e lishoj një film edhe më duket si video YouTube-it, ose si një video e thjeshtë e një platforme. Për shembull, ndoshta po dojnë me u përshtat filmat tash një trend më i ri, as kjo konkurenca e madhe që bëhet, po xhirohen me IMAX kamerë, do thotë është filmi Christopher Nolan, që e ka xhiruar filmin e ri Odiseun. Do thotë IMAX kamera janë ato shiriti më i madh i fotografisë ku mund të shfaqet filmi, dhe vetëm në kinema IMAX mund ta shikojmë. E kemi në Prishtinë, do thotë në Cineplex. Dhe me të vërtetë kur e shikon me një kinema të tillë një film, e ke problem të kthehesh në televizion. Se mungon eksperienca që po flasim, do thotë eksperienca, ne edhe një shfaqje mund ta shikojmë në YouTube. Po eksperiencën e përjeton në teatr. Do thot vetë ai rituali që shkojmë e blejmë
bilet, hym brenda, qetësi, errësira dhe për çfarë arsye mendoj se nuk zaventsohet. Nuk është që e vret kjo platformat online filmin e mirë. Ndoshta këto filmat mediokër që thua mund të shikohen edhe në telefon. Po nuk shikohen askund tjetër. Po si të qoftë. E kanë publikun e vet. Do të thotë po, e kanë publikun e vet. E kanë patjetër, e kanë publikun e vet. Pastaj marrin shumë jehon, marrin shumë vëmendje dhe përpara se me u shfaq ti mendon se ja është bazuar në ngjarje të vërtetë ose në libër ose bla. Po ka njerëz që duan këtë lloj filmi, është film i lehtë dhe ata nuk duan ta lodhin veten më shumë, nuk duan të mendojnë dhe shikojnë do të thotë sikur serialet çdo herë që si serialet spanjolle ose këto serialet turke, do të thotë njerëzit të shikojnë, kemi pensionera njerëz të shikojnë seriale turke. Ama ti çfarë mendon se ndikon kjo nuk kemi filmin e mirë, a nuk është tu e shkatru? Jo, nuk shkatrohet asnjëherë filmi i mirë, sepse edhe filmi i mirë ka publikun e vet. Ama më të vogël se ky tjetri. Jo, mendoj se ka mjaftueshëm publik sepse çdo herë shitet dhe bota sot ka shumë popull, shumë njerëz ka. Kështu që mendoj nuk rrezikohet as filmi i mirë nga i keqe as këto mediokër nga filmat e mirë. Kështu që çfarë të pyes tash, a mendon se publiku është bërë më pak kërkues ose industria më oportuniste? Publiku nuk e di, do të thotë unë prapë mendoj se një pjesë e publikut të din çka zgjedhin, do të thotë do të rritet çajo pjesë, nuk por publikut nëse nuk ka produkt të mirë dhe i ofron gjatë tërë kohës diçka të thjeshtë, jo shumë të punuar mirë, ai do ta pranon atë. Po, trajnohet njerëzit. Nuk do të reflekton në vetvete. Do thotë ka ndodhur ti sigurisht ke shkuar ke parë një shfaqje, ka pëlqyer që ka qenë brenda por ke dalë dhe nuk ke parashuar asnjë pyetje më për temën, për vetë, nuk ka reflektuar as pak tek te. Për dallim për një filmi të mirë ose një shfaqje të mirë, të gjithë kemi përjetuar momente që ndikojnë tek ne dhe na ndryshojnë një pikpamje. Po kjo është ai dallimi i filmit të mirë dhe jo të mirë. Dhe gjatë vitit mjafton të kemi 1 deri në 2 filma të mirë, 1 deri në 2 shfaqje të mira, që të reflektojnë mirë në atë që e shohim. Ha unë që kam e varur. Do të thotë nuk mund të koncentrohemi të kërkojmë aq shumë se edhe arti nuk është një formulë, që kemi formulën e dim çka po bëjmë diçka të mirë. Artisti mendoj vetëm duhet të ketë përgjegjësi, mos të bën vepra mediokër. Jo artistët, jo krijuesit e mirë, ata në këtë industrinë e lirë i lejohet të realizojnë gjithçka që mund. Njëjtë sikur puna e medias, që sot çdo ditë ka një podcast. Do thotë kanë emisione, a mund të ndalim, jo. Por ne zgjedhim për shembull nga ta marrim mendimin e vërtet. Dhe po njëjtë është gjithandaj se nuk e kritikoj direkt filmin. Pastaj ne jena në një tjetër staz, ty nuk të kritikoj fare. Jo, mendoj unë jam i hapur për me marrë edhe barën e kritikës edhe për filmin shqip se është përgjegjësia dhe imja se prezantoj filmin shqip. Kështu ne po pengon pak që bëhen shumë komedi, veç komedi, thujse, ama ka ana tjetër ka njëherë bëhen mirë ato edhe okej, ade. Unë mendoj duhet të ketë një balans, se shpesh edhe unë e kam thënë më herët po dhe dëgjoj ta se populli jonë po vuan dhe ne duhet të kemi komedi. Po ne nëse bëjmë gjatë tërë kohës komedi ose bëjmë statuse komike në Facebook, ne po e paralizojmë problemin. Po. Ne duhet pasqyrën e vërtet ta vendosim në film, në shfaqje ose edhe me një reagim në Facebook. Të përballemi një herë. Duhet të përballemi se nëse nuk përballemi me problemin e vërtet. E kamuflojmë përmes humorit edhe aq. Se e njëjtë ndodhen në statuset e Facebookut. Do thotë edhe nëse flasim për politikën si opozita ose gazetarët ose analistët, duke bërë humor ose duke kritikuar me humor, ata realisht shpikin të vërtetës dhe po e paralizojnë këtë problemin që po na ndodh ose po na rrethon. Njëjtë është edhe me artin. Mirë është të jetë një shfaqje një film komedi dhe një shfaqje një film një dramë e vërtet, një kritikë e vërtet ku shoqëria jon kur shkojmë ta shikojmë, ajo është qëllimi ta shohim vetveten se çfarë po bëjmë me gabim. Ka pak, po duhet edhe pak më shumë që të baraspeshohet kjo. Nëse unë me të vërtet nuk kam për ne kritika, ndoshta vetëm për mbështetje më të madhe, si shtetërore, si ndoshta edhe sponsor tjerë, po besoj shumë fort që nuk na mungon ideja, edhe jemi shumë kreativ ne si shqiptar, po çka më bë kreativ po, por duhet jemi njerëz të duhur kreativ. Për shembull, nëse dikush është i mirë kreativ në status Facebooku, nuk do të thotë që është një regjisor i mirë kreativ.
ose nëse është një Jo, nuk apo thash kupton, do nuk thotë jo se tek ne jemi tash për momentin të shumë të kreativ në për rrjete sociale. E shoh dikush edhe din të bën video shumë të mira kreative në TikTok, por nuk është një drejtor i fotografisë i mirë për film. Sigurisht. Dhe është bërë një përzierje që mendojmë se ja shiko sa like ai ka ky aktori për shembull, dhe mund ta bëj rolin e mirë, nuk mundet. Do thotë nuk mund ta zaventojë një aktor që ka shumë like në Instagram, ta zaventojë një aktor të teatrit ose një aktor i mirë i filmit që ka profesion, se prap jemi të përkushtimi ose se proces tjetër në shkrimi një shfaqje ose krijimi një filmit serioz, do thotë që jo filma limonada ose me deoper që janë vetëm për ta mbush sallën. Shumë mirë. Çush e zgjedh ti secilin element që mi hik limonadës? Është tepër e vështirë, se sot jemi shumë të ndikuar nga gjithë këto, edhe ne vetë si krijues jemi të ndikuar nga këto trendet, për shembull si ti fusim në film, për me dhejtë. Bravo, po. Realisht, kur e merr një skenar, ne mundohemi të jemi sa më të sinqert në skenarin. Punohet me skenaristin, konsultant skenaristi, pastaj edhe vetë aktorët, se si cili që vjen, aktori profesionist, drejtori fotografisë, producenti, shkoj gjatë që debatohet, do thotë ti ikim klisheve, ti ikim stereotipeve, se humori shqiptar është krijuar me shumë stereotipe. Do thotë është i lehtë për të kritikuar njerëzit, për të stereotipet për shembull i ofendojnë, i rëndojnë njerëzit. Bulli është, po. Po, është shumë. Dhe mendoj se kanë filluar të distancohen nga stereotipet, s'pakun në filmat që bëhen për kinema, se këto skeqet humoristike nuk mund t'i kontrollosh. Jo, ato janë dhe janë komplet, do thotë nuk kanë një kontroll, një cenzurë. Për shembull dikur ka qenë cenzura në kinema, që ti s'ke mund të bësh çfarë të dua unë. Sot mendoj se jemi të lirë të mendojmë për temat çfarë dua të bëj, por prap duhet të jetë i kontrolluar. Dhe kjo çdo profesionist mendoj se di saktë se krijohet një skenar i mirë, një lojë mirë me aktorët, proces i gjatë, ku ne analizojmë gjatë tërë kohës, deri në fund, ku shfaqet filmit disa herë për me pas se mos kemi paratitur ndonjë defekt, ose mos kemi paratitur ndonjë problem në film që duhet të heqim. Dhe normal, hyn në remontazh, editohen dhe largohet. Tash, prap, pas gjithë këto kontrolle që bëhen, mund të ketë lëshime, por prap mendoj një film i gjatë jo rastësisht zgjat 3 deri në 4 vjet bërje. Dhe një film kjo që i thua limonadë është ndoshta brenda vitit të shkruhet, realizohet. Unë mendoj që për një natë, për një ditë. Ndoshta edhe po. Iver, a mendon që sot botërisht producenti ka forcën mbi regjisorin? Më të madhe. Do të thotë producentët çdo herë kanë pas pushtetin sepse i kanë paret dhe po zbankja s'është mirë. Po, por ai di se producentët e mirë i zgjedhin regjisorët e mirë. Dhe pastaj e gjejnë një kombinim shumë të mirë të idesë me realizuar. Po nëse ti e zgjedh regjisorin e mirë, atëherë mos i përzile regjisorin e mirë. Unë mendoj tek ta regjisorët se këshife, donja regjisorët dhe nuk kanë kufi. Dhe mundën, apo kupton, mund të ndoshta. Çfarë herë zonë flituroj. Edhe janë kushton shumë. Në Hollywood për shembull nëse flasëm ose në edhe s'bën me hub kohë, po këtë ideja si me kujdes mos me harxhu buxhetin, sepse ato janë pare private, nuk janë shtetërore. Normal, po. Ka shumë filma që shkojnë humbje me miliona, dhe janë shumë pare. Do të thotë ndoshta sa kretë buxheti i Maqedonisë ata prodhojnë vazhdimisht filma edhe kanë humbje. Do thotë nuk do të thotë që një regjisor i madh në Hollywood s'ka pas humbje. Kanë pas humbje dhe ata i kanë matematikat më mirë se na. Dhe çdo herë lufta producent regjisor ekziston dhe mirë që ekziston. Se edhe një regjisor pa e pas një shtypje mbi kokë se po harxhohet buxheti nuk ka kufi. Nuk ka kufi, është kërkues pafund. Por edhe Coppola, një regjisor shumë i madh, thotë, një thonjë shumë mirë, thotë sa më i vogël është buxheti, kreativiteti është shumë më i madh. Kështu që donjëherë edhe është e vërtetuar me kjo, se ka shumë filma me buxhete shumë të mëdha dhe kanë dalë filma shumë të dobët dhe filma me buxhet shumë të vogël janë filma legjendar, kanë mbet histori do të thotë. Okej, por e ke pas se shpesh një emër po del
prej të producenti e deri te make-up artist tash mos e teproj, amon është tash si trendi, sidomos këto aktorët legjendar, krejt po kanë qef mu po producent. Emri i tyre është shet, do të thotë çdo kush kur e din se emri një aktori të madh është edhe producent shet, ose ndoshta ata edhe vetë bëjnë producent dhe japin vetvetes role kryesore. Po, kështu. Dhe e din se filmi ka me shit, dhe pse jo. Do të thotë It works, kjo funksionon? Po, shumë e mirë, se din se për shkak një aktorit të madh shkojnë miliona njerëz për të shitur bilet, për të blerë bileta dhe pse mos po përdor emrin. Është emri ajo që shet filmin. Do thotë prandaj Hollywoodi çdo herë insiston me marrë aktor me emër, dhe jo aktor, nuk i jepet çdo herë mundësia aktorëve të rinj se biletat i shet çdo herë një emër që e njeh publiku. Sakt. Okej, mirë, tash po kalojmë edhe te një temë tjetër që për mu edhe për shikuesit është shqetësuese. Aktorët po sa vendsohen nga inteligjenca artificiale ose shumë green screen, shumë efekte, shumë post production, asnjë gjë nuk është e vërtetë pothuajse. Tash te krejt të thirrën Region, jo. A di se aty është një me bash real. Ama jo, ma mirë se ta knaq shpirtin kur ti e sheh një film që është i vërtet, edhe i bom me kujdes, pa asgjë artificiale, për gjeneratën kështu si element artificial, adive që punu me bukur. Gjenerata jonë, që akoma kemi nostalgji për të kaluarën, por gjenerata që po vinë, gjenerata alfa më duket janë. S'mojnë me këshyra ta, këto filma ju duken boringa. Ne vetëm jemi adaptuar në fake life-in Instagramit, ku e dim se personi është në filter, ose edhe vetë dhe personit që ka vendos filter dhe e shet si diçka të vërtet. Dhe kjo falsifikimi i vetvetes me sikur është ka filluar të bëhet pjesë e jetës. Dhe gjenerata e re, mendoj se nuk do të mërzitën, është filmi i xhiruar me aktor ose pa aktor. Këshire, a mund një aktor i gjeneruar me AI ta sjell emocionin që mund me sjell një njeri fizik? Pse jo, për shembull. Jo, nuk mund. Jo. Po ne mendojmë se ne jemi të rritur ndryshe. Po jo, po si munden atë filmat animacion me na sjell emocion? Ku janë gjithat vizatuar me karikaturë. Tjetër gjë është ajo, tjetër gjë është ajo. Është e krijuar, po është e din se është e animuar atë. Historia, tregimi mbetet ajo që na emocion neve. Edhe unë jam për aktorin e vërtet me këtë stil. Por kjo lehtëson shumë a shumë edhe punën. Për shembull, nëse një aktor duhet të qaj, qa me prit me qaj dhe skena? Se ajde në marrën sikur unë jam kundër, jo, unë jam pro idees me punu me aktor të vërtet, se prapa ajo eksperjenca është shumë e veçantë. Por ne nuk mund të ndalim ardhjen e AI-s. Jo, nuk them të ndalim, unë them të më tregojsh mendimin tënd se si do përfundohet. Nuk e dim, ne jemi të fundit. Ose ku shkojmë, ku hecë, si nuk e din se je në Maqedoni. Pikërisht, kinemaja nuk është zhvilluar, teknologjia se nuk është zhvilluar. Po ti po këshyr, peshe, qa po vojnë tjerë? Prap ne jemi çka lexojmë për internetit. Do thotë ne nuk e dim. Ka pas tentativa për shembull për filmin me 3D, filmin me hologram, gjithçka. Ka eksperienca të ndryshme, do thotë. Edhe kinemave 4D që janë televizën ka rigët, dhe ka shumë njerëz që shkojnë i shikojnë ato lloj filma. Ne jemi ky filmi minimal dhe mendoj se për tek ne akoma nuk na zaventson. Jo, te ne jena por në botë, çfarë do që na ofron bota, ne vetëm duhet të adaptohemi së më shpejt, se edhe në kemi biseduar edhe më herët, ka pasur reagime shumë kundër kur ka dalë filmi me zon, do thotë silent movie kanë qenë, dhe kur ka ardhur filmi me zon, jo nuk është kjo art, nuk bëhet kështu filmi, vdiq filmi pas. Ma jetu krahasu diçka që s'krahasohet, se zoni është i njeriu, zoni është i vërtet, është element njerëzit në atë kohë nuk janë mësuar të shohin zonë në film. Ata janë mësuar të shohin. Tash ne duhet me pa, domethënë robotikë dhe me u adaptu. Po nuk e vëren robotikën, sa aq mirë do të jetë. Jo, nuk është aq mirë se Ibra mundet me qa krejt ndryshe se sa e paramendon AI-ja. Nuk është ndryshe. Edhe ajo i bon njerëzit e veçantë që AI-ja së ne parashikon unë qysh qaj. Ajo mund me bo shumë ma të bukur, shumë ma perfekt, atë lotin me më shkëlqy e krejt, a mos ka me qajtë si une. Jemi akoma në fillimet edhe na mund të shohim defekte që nuk janë shumë të përsosura kështu nga AI. Po përsosshmëria nuk ka art?
Nuk e di, Ha? nuk e di, do të thotë kjo më temë komplet tjetër se për në AI. Po, Unë mendoj këtu është problemi, besoj unë, se kur është shumë perfekt, është e thatë për mendimin tim. Po, por duhet të lëmë kohës, unë mendoj se nuk duhet as të friksojmë, as të debatojmë për këtë temë. E kemi teatrin, që të ta mbaj gjallë akoma aktorin e vërtet, dhe vetëm në teatr shijohet ajo e vërteta. Do të thotë ajo e gjalla që e shohim një aktor që për momentin po luan aty. Se realisht edhe në film kur kemi shkuar në kinema, aktori vetëm se e ka kryer punën e tij, dhe është ul me neve ta shikojmë filmin. Por teknologjia çdo herë ka ndryshuar edhe jetën tonë, edhe artin. Do të kanë ndikuar. Mendoj se për mirë, deri sot jemi shumë mirë me teknologjinë, dhe mua më pëlqen kjo puna zhvillimi i artificial inteligjencës, do të thotë sot na mundson shumë më lehtë të bëjmë një edit të fotografisë, me fshi gabime ku kemi në fotografi, me rregullu ngjyrën në fotografi, përderisa dikur kemi pritur me orë të tëra t'ja japim dikujt këto pjesë për edit ose kështu, ama besoj që tash edhe skenaret edhe Jo, për skenaret shkruan mund të ndihmon, por këtu jemi te pjesa që ndoshta ajo nuk e din problemin ton lokal. Ai di se ne problemet e tona lokale si i kemi. Por supozon ka njëherë ja fut. Mund të supozon, po prap ne jemi njeriu, është ai që duhet ta pranoj të saktë ose jo të saktë. Por atë ndihmon në reduktim tekste, sigurisht që po. Atë ndihmon në informata, patjetër që po. Dhe unë mendoj se të gjitha përdoren. Është edhe Hollywood e përdor, për shembull ChatGPT. Për Hollywoodin ja tu fol momentalisht, domethënë unë po të pyes për produksionet e mëdha. Po kjo është nuk e di. Po gjenerojnë filma. Se janë çdo film i animuar, Avatari, ka qenë komplet do të animuar ata personazhe, është luajtur nga një aktor, por emocioni, gjithçka ka qenë edhe loti, edhe vetëm zëri ka qenë i tyre, po edhe zëri reduktohet në post production. Do të bëhet një zënë shumë më i mirë për veshjen e njeriut. Ku është origjinali? Origjinali atë është, unë mendoj prap vetëm në skenë kur del aktori në teatr. Aty është origjinal, me zërin e tij, me lëvizjen e tij, dhe kjo do mbesim në teatrin. Çfarë bën një film të pavdekshëm? Mendoj ky komunikimi me filmin. Është koha, nëse një film, ku e thash më herët, ja prapë e them për Gladiatorin, e lëshojmë sot dhe e shikojmë dhe kemi emocion për filmin, është ai film është i pavdekshëm, ose edhe filmat të Bardhëzim, nëse filmat e Charlie Chaplin, edhe sot kanë edhe mesazh, edhe emocion, edhe humor, të gjitha i kanë brenda. Filmat që komunikojnë. Diçka moderne? Për filma modern, duhet t'ja lëm kohës, sa gjatë do t'i... Ka zoti e regjisor t'i pedin. Jo, nuk po japun përgjigje të saktë, si e thash edhe formulet nuk e dim askush. Si bëhet një film i mirë. Unë prap po mendoj se si regjisor, si profesionist, ne vetëm duhet të qëndrojmë tek ajo mos bëjmë filma të dobët shumë, ose që luajmë inteligjencën e njerëzve, ku thua se shesën shumë keq. Shumë keq, po. Një casting i dopt, një skenar i dopt, kamera i dopt, këtë e vëren çdo kush nga publiku. Ne mjafton të jemi profesionistë dhe të jemi mundohemi deri në fund të kujdesshëm nga ajo çka prezantojmë me filmin. E tash çka kena bë, kanë me fol mas 100 vjet e njerëz. Po, nëse mbetet filmi i mbeton asaj kohe, besoj se po. Edhe pse filmi shqip ka nevojë shumë të promovohet, të financohet pikë së pari, por të financohen regjisorët që diplomojnë për këtë profesion, dhe njerëzit që e duan filmin, janë këta filmofilët, do të thotë, jo çdo herë duhet të kesh një diplomë për me bërë një film. E vërtet? Mjafton të jesh mjafton ta duash filmin, tregimet, dhe të përkushtohesh pasaj ta realizosh filmin. E mos të niset një film se si të bëj parë me filmin. Nuk bëhet parë me filmin. Unë nuk di, ndoshta tjerë mund të dinë. Unë akoma jam kështu, do të thotë, jo me parë të mjaftueshme për me bërë një film, sepse që është përdojnë me sfidu vetën, si tha më herët, sa më pak budget, më shumë kreativitet. Po, me të vërtet është çdo filmbërës, jo vetëm tek ne, edhe në botë i ka të njëjtat probleme. Nuk i kanë buxhetat e mjaftueshme për me bërë një film. E tash po ta pyes të kundërtën, se unë me pa tjetër, me pa mendimin tënd, edhe pse po më përgjigjesh me shumë politik, me diplomaci, sorry. Atëherë më trego, nëse nuk mundesh për një film të pavdekshëm, se që mendon që do jetë i mirë në të ardhmen, që do mbetet si legjend, trego për një dëshpërim tënde për një film modern, të ri, që e ke pa edhe e ke thënë
O zot. Film Po. Hollywood, po ka plot. Për shembull, S'gjë dhe dëshpërimin. ma të keq. Jo, tek unë nuk ekziston kjo film i keq, se kur e shoh një film Dëshpërimin ma të jo të mirë mërzitem se nuk ka i mirë. Se zakonisht Okej. nisem për me parë një film për me ndryshu pak, me më dhonë me jetë. Njëjt, njësoj. Po, është normal me pas filma jo të mirë. Mhm. Do të thotë nuk duhet, nuk ka ndonjë leq që duhen gjithë filmat me qenë të mirë. Okej. Edhe këta filmat limonaqeve thojmë janë të mirë sepse e sjellin publikun në kinema. Dhe pastaj e bëjnë edhe tani mësojnë. rola. Po. Mirë, ma tregon një dëshpërim që e ke pasur me emër. Jam dëshpëruar ndoshta nga Gladiator pjesa e dytë. Mhm. Ky film ka dëshpëruar se Mhm. pritshmëria ka Cili qenë. vit ishte se e kam haru? Me sa e di, më duket vitin e kaluar ka qenë. Mhm. Se ndoshta edhe pritshmëria se është bërë nga njëjti regjisor, nga Gladiator 1 Po me siguri është bërë me inteligjencë artificiale, me kështu edhe. Po, nuk e di, nëse jo ka qenë i realizuar shumë mirë, në realizim shumë ka qenë i mirë, por skenari? në emocion, ndoshta për shkak pritshmërisë, se din ajo dashuria e filmit të parë. Nga i film kam dalë i dëshpëruar. Ka edhe filma të tjerë, po mundohem të harroj shpejt dhe i zavancojmë një film të mirë. Se unë shpesh i kthejmë filmave të vjetra. Njësoj, i kom paka 10 herë është ato që i kom favorite, edhe për qatë s'mundem të gjej asnjë gjë të re për të pa është një film shumë i mirë tani në kinema me Robert Pattinson, drama thirrët filmi, me një regjisor norvegjez. Është shumë film i mirë dhe më ka pëlqyer ai film tepër. Okej, një sugjerim për gjitha edhe për mua. Nuk e di është në Shkup, por kurdo që del në rrjetës, në platforma të ndryshme, mendoj se mundem ta shikoj. Filmat të tjerë, sugjerim, please? Nuk kam ndonjë listë tash. Unë e thira kështu për... Ta kisha ditë, kisha bërë një listë. Ashtu? Po, do kishim fol për filmat. Se du ta dim edhe për cilin publik po flasim. Okej, në përgjithësi, për mua. Do drama filmi thirrë, drama. Vetëm ta po mirëson të dëshojmë të thonë. Po, ky film mjafton, për listën tjetër do i publikoj në Instagram. Dhe mund t'i përcjell në atë. Te Instagrami jot personale? Edhe te personale, edhe kam një Instagram që postoj vetëm për film. Po, si e ka emrin? Shikoje këtë film. Faleminderit shumë që erdhe, edhe si fund, më me kallëzu ku më pa Krejtë Thirrin Rexhën. Krejtë Thirrin Rexhën do të jetë edhe një shfaqje në Cineplex Shkup, në muajin qershor, akoma nuk e di datën, dhe do të shfaqet në disa qytete të tjera në Evropë, por akoma nuk kam të sakta datën. Domethënë do bëj edhe do të vazhdoj Rexha akoma në për shfaqje në për qytete, në për kinema, dhe besoj deri në fund vit duhet ta mbyllish. Ta mbyll dhe ta shfaqje në ndonjë televizion, platformë, po. Do të jetë edhe në televizion. Shumë mirë, deri në fund të vitit kjo, po deri në fund të vitit ndoshta edhe arrim ta shohim. Besoj se po. Faleminderit, suksese. Faleminderit shumë për juve, ishte kënaqësi dhe shpresoj që herën tjetër do marrim një listë filmave, do debatojmë për filmat. Unë për vetë të thirrri tani ju kallzoj edhe shikuesve, ndoshta edhe e shohin në faqen. Këshire këtë film? Shikoje këtë film. Shikoje këtë film, pak më standard. Faleminderit edhe një herë. Ishte Iber Dehari, regjisori i famshëm shqiptar që s'do më pranu. Në troç fjala, siç është.